Përshëndetje, të nderuar, Rruga Drejtë është edhe sonte bashkë me ju. Jemi këtu me dy mysafirë të mirë të ftuar, njerëz të rinj që kanë marrë krerët e subjekteve të tyre për të udhëhequr dhe për të ofruar ndoshta opsione të reja për publikun dhe popullatën tonë këtu në Maqedoni. Me mua sonte është zoti Vesel Mehmeti, kryetari posaçgjedhur i RDK-s së reformuar. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Me mua është edhe zoti Bilal Kasami, për momentin ushtrues detyre dhe koordinator i lëvizjes së re BESA. Mirë se erdhët. Faleminderit edhe mirë se u gjetëm. Do të flasim sigurisht për atë se çka tre mund ju si personalitet të sjellni për elektoratin këtu. Sigurisht qëllimi juaj është që fitoni sa më shumë dhe të tërheqeni nga ata që janë të pakënaqur, po ndoshta edhe t'ju merrni edhe subjekteve tjera simpatizant. Do filloj me ju, zoti Mehmeti. Si e shihni tani disa ditë pasi e morët kreun e partisë? Mirëmbrëma edhe një herë për teleshikuesit dhe për ju Muhamet, më lejoni t'ju falenderoj për ftesën që na bët. Për sa i përket punës time, nuk mund të them shumë për shkak se veç para 3 ditëve kam marrë nga Kuvendi Qendror pas dorëheqjeve të parevekueshme të kryesisë së ngushtë të partisë, duke filluar nga Rufi Osmani, Izet Zeqiri, Artan Dika dhe njerëz tjerë që kanë qenë pjesë e fillimit të Rilinjës Demokratike Kombëtare, dhe për këto 3-4 ditë është shumë vështirë të them se çfarë mund të bëhet, po duke patur parasysh se jam pjesë e Rilinjës Demokratike Kombëtare që nga fillimi kur kemi startuar në vitin 2011 dhe e di pak a shumë se si ka lëviz kjo parti politike deri më tani, dhe thjesht dorëheqjet e parevekueshme të Rufi Osmanit, Izet Zeqirit janë një akt i lartë moral që besoj ndoshta është dash një emision i tërë t'i kushtohet në Rrugën Drejtë. Ndoshta janë të pakët ato lider që japin dorëheqje dhe është një akt për të përshëndetur që një farë mënyrë të vinë gjeneratat e reja të udhëheqin dhe ndoshta dilën sipërfaqe diçka e re që nuk ka qenë deri më tani. Ajo që na pret është një rrugë shumë e vështirë. Ne jemi të vetëdijshëm për këtë rrugtim tonin dhe besoj që së bashku me forcat e reja, me gjithë njerëzit që ju i përmendet të pakënaqur, që të vazhdojmë këtë betejë edhe më të qetë, pa marrë parasysh se sa është të vështirë, pa marrë parasysh të peripecive. Unë besoj se historikisht shqiptarët kanë arritur mjaft gjithmonë kur kanë sakrifikuar, duke startuar me Skënderbeun, duke startuar me rilinësit tanë, me Ismail Qemalin dhe gjithë njerëzit tjerë deri tani që kanë sakrifikuar. Gjithmonë kur kemi bërë sakrificat të mëdha, kemi bërë arritjet më të mëdha. Dhe tani është koha e sakrificave të reja dhe besoj se njerëzit e ri kanë guxim më të madh për të bërë sakrifica më të mëdha. Njerëzit që janë më të moshuar nuk kanë fuqi më të bëjnë sakrifica, për shkak se sakrificat e tjera i kanë bërë për 20 vite, ndoshta edhe më tepër, të pluralizmit në Maqedoni, dhe besoj se një gjeneratë e re që paraqitet, qoftë në RDK, qoftë në lëvizjet e reja që paraqiten, besoj se kanë guxim dhe kanë fuqi më të madhe të sakrifikojnë, se pa sakrificë është shumë vështirë të tërheqim ato të pakënaqurit apo të ndryshojmë gjendjen nga ajo që është tani. Sigurisht do të flasim për edhe në detaje për ato se çka ju pret, se si keni ndërmend të zhvilloheni. Për dallim nga ju, lëvizja BESA është një lëvizje e re që nuk ka ndonjë përvojë në skenën politike. Jeni themeluar tani shpejt. Kush është BESA? Po, edhe pse në skenë si lëvizje BESA tani dalim më konkretisht me 22 të këtij muaji, përpjekja për një alternativë të re tek shqiptarët është shumë e mëhershme, themi e kamoshme. Ne me shokët, me bashkëveprimtarët tanë që moti kemi kërkuar një alternativë, kemi tentuar që t'u ofrojmë shqiptarëve një alternativë të re, që nga 2010 edhe më herët ne kemi qenë vazhdimisht në skenën themi politike, po jo në rresht të parë, jo në ballë të frontit. Gjithmonë kemi kontribuar për çështjet kombëtare, veçanërisht në skenën themi ashtu shoqërore,
përmes shoqatave të ndryshme të cilat kanë qenë aktive gjithandaj në Maqedoni, dhe tani ishte momenti që ne këtë aktivitet tonin ta orientojmë, ta zgjerojmë edhe në një fushë. Ajo ishte aktiviteti politik, dhe jo rastësisht edhe emrimi jonë si Lëvizje Besa, sepse vlerësojmë se shqiptarëve ju duhet një lëvizje pak më e gjerë jashtë atij koncepti të ngushtë të një partie politike, dhe kjo është ajo koncepti bazë joni se përmes një lëvizje më të gjerë ne mund ta zgjidhim problemet të cilat i kemi. Pse në këtë moment dhe jo më herët, ne vlerësuam se për të ofruar një zgjidhje të gjithëanshme duhet momente pak themi më stabile të rrjedhave shoqërore këtu te ne, dhe kjo ishte ai moment kur në Maqedoni u shfrytzuan të gjithë mekanizmat e zgjedhjeve të parakohshme, jashtëzakonshme, dhe tash vlerësuam se është një moment ku ne duhet të dalim në skenë dhe të ofrojmë një alternativë të re përmes një lëvizje të re. Dhe kjo ishte momenti më i përshtatshëm, dhe ne dolëm me këtë lëvizjen Besa, por kjo nuk ishte ky moment, sepse ne paraprakisht kishim konsultime të gjithëanshme me të gjithë ata të cilët janë bartës të lëvizjeve shoqërore këtu në Maqedoni, duke nisur nga opinionistët, duke nisur nga njerëzit të cilët kanë një përvojë politike paraprake, duke nisur edhe nga njerëzit të tjerë të cilët janë marrë me politikë dhe të cilët janë aktiv në skenën politike, dhe si rezultat i këtyre konsultimeve doli edhe Këshilli Iniciativ i Lëvizjes Besa, këshill i cili reflekton një përfshirje të gjithëanshme duke nisur nga Struga deri në Kumanov. Ne kemi një përfshirje të gjithë qyteteve dhe zonave ku janë shqiptarët, gjithashtu duke përfshirë edhe pjesën e Prilepit, pjesën e Velesit, dhe kjo ishte ajo që ne vlerësuam se përmes këtyre njerëzve dhe përmes atyre të cilët me përvojën e tyre të qëndrojnë në përkrahje të Besës, do të arrijmë që kësaj problematike, kësaj çështje që është shumë komplekse, kësaj situate që është shumë komplekse shqiptarëve të Maqedonisë, të rrim karshi, dhe mendojmë se jemi një opsion i cili do të arrijë që problemet e shqiptarëve për një periudhë pak më afatgjate t'i zgjedh, por jo për mes konflikteve të cilat deri tani kemi pasur përvojë që janë kriju kur disa parti kanë ardhur në skenë. Ne mendojmë se me një dialog gjithë përfshirës, sparim brenda shqiptarë, por pastaj edhe me etnitete tjera, me komunitete tjera, mund t'ja arrijmë që këtë gjendje kaq të rëndë që ne vlerësojmë se është e Maqedonisë, por veçanërisht e shqiptarëve mund ta zgjidhim edhe mund të ofrojmë një alternativë e cila do të jetë e mirë për shqiptarët edhe për Maqedoninë. Unë tash nuk e keni përvojën që e ka RDK-ja në jetën politike në vend, jeni lëvizje e re, mirë po ju nuk jeni i ri në politikë. Njerëzit, ata që i kanë përcjellë zhvillimet politike, dhe ndoshta habia më e madhe është se kur flitesh për daljen e Besës edhe zyrtarisht si subjekt, flitesh se do jenë fytyra të reja, pavarësisht se jeni i ri. Megjithatë jeni person që keni kaluar në disa subjekte politike. Keni qenë edhe në Bashkimin Demokratik për Integrim, keni qenë edhe në RDK. Po, ajo ishte që e përmenda më parë, edhe pse si BES tani kemi dalë në skenë me këtë themi grup të shokëve, me këto bashkë veprimtar, ne nuk jemi të papërvojë në skenën politike, por ajo që ishte që na dallon është ajo se ne vazhdimisht kemi kërkuar një alternativë, kemi kërkuar një opsion të shëndosh për shqiptarët. Në një farë mënyrë ne kemi kërkuar Besën, dhe kur këtë nuk arritëm ta gjejmë në subjektet aktuale, kur ne këtë nuk arritëm ta gjejmë as te Bashkimi Demokratik për Integrim, kur ne këtë nuk arritëm ta gjejmë as me demokracinë e re, e pam të arsyeshme se duhet patjetër shqiptarëve t'u ofrohet një alternativë të cilën ne duhet t'i rim përballë dhe t'i rim karshi. Dhe vendosëm që pas këtyre rrugtimeve tona, vendosëm që ta themelojmë Besën, por lëvizja Besa nuk është ky moment të cilën ne dolëm në skenë, po është një histori shumë më e gjatë, sepse përvoja jonë politike nuk është përvojë korruptive, t'i themi, sepse të gjithë ata të cilët janë në BES kanë një themi në background shumë të pastër,
asnjëri prej atyre të cilët kanë qenë në BES duke u nisur nga unë nuk kanë marrë vendime, dhe pse kanë qenë në subjekte tjera nuk kanë marrë vendime të dëmshme t'i them për shqiptarët, dhe këtë e kemi si parim t'i themi bazë, çdo kush që dëshiron të bashkandidatet BES-ës është i mirë se ardhur, ne nuk kemi dirë të mbjellura për askënd, mirë po ne vlerësojmë se duhet të ketë disa parime të cilat duhet çdo njeri t'i plotësoj që të merret me politikë, sepse vlerësojmë se politikbërësit aktual, veçanërisht ata që janë në pushtet, nuk është se në disa momente apo disa nga këto nuk kanë vullnet për të zgjidhur problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët, por në ndonjë moment ata janë edhe të kapur, kanë edhe ndonjë themi ashtu moment në jetën e tyre të cilën ata frigohen, edhe kjo është ajo që ata i bën të pafuqishëm karshi pushtetit, karshi partisë Maqedonien Pushtet. Prandaj ne vlerësojmë se çdo antar i cili duhet të vi në BES, çdo aktivist, çdo person themi publik duhet pikë pari të pastrojë me këto çështje personale, sepse ne nuk do të bëhemi pengi askujt nesër që për hire të dikuj apo për ta mbrojtur interesin e dikujt ne të him në hipoteka të ndryshme. Domethënë këtë e kemi të pastruar që në fillim, çdo kush është i mirëseardhur, mirë pa ai duhet ballafaqohet me të kaluarën e tij vet. Nëse sikush çdo kush ka filluar me këtë parim që mos futet në hipotekë, po fatkeqësisht në fund ka dalë diçka tjetër. Duke pas parasysh gjithë backgroundin që ka pas ish lideri i RDK-s, zoti Rufi Osmani, gjithë atë kapital që i kishte pas vete, dhe nuk ja doli. Besoni se do ja arrini të rimëkëmbni vërtet RDK-n, dhe të ktheni dhe ta bëni edhe më të fuqishme se sa që ka qenë derisa është kryesuar nga Rufi Osmani? Muhamet, konstatimi juaj është më së i vërtet për sa i përket ish liderit ton Rufi Osmani, do thotë backgroundi i tij, përvoja e tij mbi 20 vjeçare politike, kontributi i tij i madh që ka dhënë për politikbërjen këtu në Maqedoni është e pakontestueshme dhe është e vështirë kushdo qoftë që të vinë mbas Rufi Osmanit të arrijë diç më tepër. Unë nuk flasi për numra si numra, por flasi për peshën e tij që ka pas në politikbërjen dhe vështirë, jo veseli, por kushdo qoftë e ka shumë vështirë të arrijë diçka. Sidoqoftë, pa marrë parasysh të këtij konstatimi, thjesht betejë dhe duhet të vazhdohet edhe më të tje, për shkak se rilinja demokratike kombëtare ka njerëz që e pasojnë dhe gjithë ne jemi përgjegjës për gjithë ato njerëz. Thjesht nuk mundet kjo lëvizje dhe çfarë do qoftë lëvizje tjetër të ndërpresë aktivitetin vetëm për shkak të një mossuksesi. Ju e dini, publiku e dini gjërë, se thjesht do të vijë momenti, dhe momenti është shumë i afërt ku do të krijohen kushte më të mira për gjithë këta njerëz të ri që dëshirojnë të japin kontribut më të madh. Do thotë thjesht përvoja e Rufi Osmanit dhe gjithë njerëzve tjerë që kanë dhënë kontribut janë të pakontestueshëm, nuk diskutohet, mirë po thjesht betejë dhe duhet të vazhdohet edhe më të tje. Unë nuk e di a do të arrijm suksese edhe më të larta, por thjesht betejë dhe duhet të vazhdohet dhe unë bashkërisht me gjithë njerëz të vullnetit të mirë do të vazhdojmë këtë betejë deri në fund, pa marrë parasysh se çfarë do të ndodhë. Unë besoj fuqishëm dhe njerëzit e vullnetit të mirë besojnë fuqishëm që do të vinë kohra më të mira. Këta njerëz që i kanë dhënë politikës këtë që i kanë dhënë deri tani, do duhet shkojnë në histori dhe besoj se njerëz të ri që do të dalin në skenë do të mund të japin kontribut edhe më të madh dhe të vazhdohet kjo betejë jo vetëm e RDK-s, po betejë në përgjithësi për shkak se punët nuk i kemi ashtu si duhet. Thjesht ne do duhet pranojmë një gjë, që politikisht shqiptarët kanë dështuar për këto 23 vite të pluralizmit në Maqedoni. Këtë duhet të pranojmë. Thjesht duhet të startojmë nga veçja jonë, nga obori jonë, se për 23 vite nuk ishim në gjendje të unifikojmë faktorin politik shqiptar. Deri tani askush nuk e kori këtë sukses dhe unë besoj që do të jetë sfidë e radhës e gjithë neve që në farë mënyrë pa më unifikuar faktorin politik shqiptar e kemi shumë vështirë, as unë, as Bilali dhe askush tjetër e kemi shumë vështirë të realizojmë ato të drejtat të shqiptarëve nëse nuk jemi bashkë. Rilinja demokratike kombëtare ka qenë avangarde në idenë e propozimit të unifikimit të faktorit politik shqiptar, të unifikimit të gjithë deputetëve në parlament, që në farë mënyrë nëse nuk realizohen ato të drejtë, nëse buxheti për shembull nuk 25% nuk u jepet shqiptarëve,
Nëse edhe qeveria do të kishte badenterë që nuk mund të formohet qeveria pa lejen e shqiptarëve, unë besoj se sot do të ishim në një situatë tjetër. Thjesht duhet të pranojmë se kemi dështuar dhe është sfidë e radhës së gjithë neve, gjeneratave të reja, po edhe të vjetra, pse jo, që në një farë mënyrë, një herë për gjithmonë, të bashkojmë, të unifikojmë faktorin politik shqiptar, karshi palës maqedonëse, se vetëm këtë mënyrë mund të arrijmë diçka. Përndryshe, as Veseli, as Bilali, as Muhamedi nuk mund të ofrojnë diçka më tepër nga ajo që ofruar deri tani, për shkak se jemi në këtë situatë që të jemi. Thjesht duhet të pranohet kjo situatë dhe unë besoj që të duhet të sakrifikojmë më shumë nga vetja jonë, se vetëm këtë mënyrë do mund të arrihet diçka dhe unë besoj që këtë bitej do ta fitojmë, por vetëm me mund, me sakrificë të madhe, dhe dalim faqebar deri në fund. Ma ku do jenë tani Rufi Osmani, Izet Zeqiri? Janë pjesë e RDK-s? Mirë, po nuk janë në kryesinë. Rufi Osmani, Izet Zeqiri, Artan Dika, Fadil Zendeli, Ardian Demiri, gjithë këta njerëz janë pjesë të kryesisë qendrore. Do të thotë kanë pranuar që të vazhdojmë këtë betejë që me atë përvojë që e posedojnë atë, të na japin neve trive atë përvojë dhe atë njohuri dhe dituri që e kanë për politikën në përgjithësi dhe janë pjesë e RDK-s dhe të vazhdojnë të jenë pjesë e RDK-s sa të jetë gjallë RDK-ja. Cila është shtylla e Besës? Çka ofroni ju të re nga ajo që nuk kanë ofruar subjekte tjera politike shqiptare deri tani? Ajo që është esenciale, jashtë asaj se konceptet politike të shqiptarëve nuk kanë qenë aq problematike, vlerësojmë se problemi kryesor kiç i shqiptarëve ka qenë njerëzit, të cilët kanë qenë në balë të sfidave, në balë të zgjidhjes së problemeve të shqiptarëve këtu, dhe ne ofrojmë njerëz të ri, njerëz të përgatitur moralisht, njerëz të përgatitur profesionalisht, njerëz të cilët janë të gatshëm të rinë karshi këtyre sfidave, këtyre problemeve kaq komplekse të shqiptarëve. Këta njerëz që është me rëndësi, jo vetëm ata që janë antar të Këshillit Iniciativ, janë të gjithë njerëz të cilët janë të realizuar në profesionet e tyre, në jetën e tyre, në karrierën e tyre, njerëz të cilët kanë sakrifikuar me aktivizimin e tyre në lëvizjen Besa, kanë sakrifikuar edhe profesionin e tyre, edhe mirëqenien e tyre, themi familjare edhe personale, dhe këta janë ata të cilët ne ofrojmë për shqiptarët e Maqedonisë, duke u nisur edhe nga unë personalisht, sepse unë nuk e kam pas problem, me thonë, që të kem një karrierë profesionale, po ashtu është këtu edhe Veseli, i cili ka pas një karrierë profesionale, një karrierë akademike. Të gjithë njerëzit të cilët janë në Besë, janë njerëz, nuk janë njerëz të marrur nga rruga, janë njerëz të cilët kanë një background të aktiviteteve, themi shoqërore, përmes projekteve të ndryshme, përmes NGO-ve të ndryshme, janë njerëz të cilët i njohin shqiptarët e Maqedonisë, dhe kjo është ajo e re që ne ju ofrojmë shqiptarëve të Maqedonisë. Sa i përket themi projektit tonë politik për Maqedoninë, ne hapur e pranojmë se nuk e pranojmë këtë rregullim shtetëror të Maqedonisë. Ne ofrojmë një rregullim të ri të Maqedonisë, një rregullim i cili i vendon në pozitë të barabartë shqiptarët dhe maqedonët dhe të gjithë etnitetet tjera, të gjithë komunitetet tjera këtu në Maqedoni. Ju do të thoni se nuk dallon shumë, po. Kjo është diçka që në platformat e tyre ndoshta shkruan në çdo subjekt politik shqiptar dhe ka synim një gjë të tillë, por ja që nuk ja dalim 20 e sa vite. Ta arrijmë atë që e kërkojmë. Kjo është ajo që ne mendojmë se është momenti kritik që edhe maqedonët të pranojnë një realitet të tillë. Unë vlerësoj dhe ne si Besa vlerësojmë se maqedonët nuk kanë kapacitet as njerëzor, pa as intelektual që në të njëjtën kohë të diskriminojnë shqiptarët dhe ta zhvillojnë Maqedoninë si shtet. Me thënë, diskriminimi i shqiptarëve në këtë pluralizëm 20 vjeçar ka shkuar në dëm të zhvillimit të Maqedonisë si shtet dhe si rezultat i kësaj ne sot jemi këtu ku jemi. Me thënë, nuk është çështje këtu se maqedonët kanë vullnet të mirë për këtë koncept të ri apo nuk kanë vullnet, ata janë të detyruar, veçanërisht në këtë fazë kritike të Maqedonisë ku gjendet zhvillimi ekonomik dhe të gjithë kompleksiteti i problemeve shoqërore me të cilat ballafaqohemi, ne vlerësojmë se edhe te maqedonët detyrimisht duhet të dalë një frymë e re, duhet të dalë një opsion i ri i cili do të jetë para së gjithash për shtetin dhe jo për interesa personale dhe grupore të dikujt, dhe ne jemi të gatshëm si shqiptar të ofrojmë, si Lëvizje Besa të ofrojmë që ky koncept të jetë një histori suksesi edhe për të gjithë komunitetet tjera, dhe kur kjo frymë e re, ky grup i ri, këto njerëz të ri
me ide të reja, me vullnet për të sakrifikuar për bashkëkombasit e tjere do të dalin në skenë, mendoj se do të jetë momenti kur Maqedonia do të ndrojë, momenti kritik kur do të ndrojë nga ky rrugtim të cilin e kemi nisur dhe të gjithë e shohim hapur se është një rrugtim drejt humnerës, do ta ndrojmë rrugën edhe do të kalojmë në një rrugtim i cili shkon drejt një zhvillimi ekonomik, drejt një mirëqenie për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Tham, ju prezantuam edhe në fillim edhe jeni ashtu zyrtarisht ushtrues detyre koordinator, mirë po shumë shpejt vendoset të leni vendin e punës, profesorit në një universitet për t'ju rrekur kësaj pune. A do të thotë kjo se ambicet e juaja nuk përfundojnë vetëm me të qenurit ushtrues detyre? Dikush e llogarit si dobësi tonën leadershipin, ne përkundrazi e llogaritim si një vlerë shtesë në ambientin politik shqiptar. Nuk është në pyetje këtu vetëm Bilal Kasami si personaliteti lëvizjes Besa, ne vlerësojmë të ofrojmë një ofertë edhe në këtë drejtim në politikbërjen këtu në Maqedoni tek shqiptarët e Maqedonisë, rreth meje si person, si koordinator i Këshillit Iniciativ, ka shumë kuadro të tjerë të cilët ndoshta janë më të mirë edhe se unë, të cilët edhe më mirë se unë mund ta krijojnë këtë pozicion, por në këto momente vendosëm që unë t'i prik kësaj sfide dhe kjo nuk është ajo se unë kam pretendime më të mëdha për të bërë nesër edhe themi kryetari Besës, ajo do t'i ngel kongresit dhe ne do të ofrojmë një garë të barabartë për të gjithë ata të cilët janë të gatshëm të rinë karshi kësaj sfide. Ne do të krijojmë një mekanizëm i cili ndoshta për herë të parë tek shqiptarët e Maqedonisë çdo njëri do të ketë mundësi me projekt, me një vizion të qartë të ri karshi Besës, lëvizjes Besa, sepse deri tani përvoja ka treguar se ka pas një lider i cili pastaj ka ndërtuar strukturën poshtë. Tani ne mëtojmë të krijojmë një opsion të ri për shqiptarët e Maqedonisë i cili do të jetë një menaxhim themi i përbashkët i një grupi njerëzish që nënkupton se nëse dështon një person, një lider, nëse dështon një individ, ajo mos jetë dështim edhe i komplet lëvizjes. Prandaj largimi im nga profesioni, nga posti i profesorit ka qenë që unë t'i përkushtohem politikës në mënyrë edhe profesionale, po edhe me komplet kapacitetin tim intelektual, dhe kjo është ajo që unë e bëj si sakrificë për shqiptarët, e bëj si sakrificë për ata të cilët edhe për familjen tim, edhe për tjerët në afat gjatë, me thonë në staza pak më të gjatë. Kongresi kur do mbahet? Ne plani jonë është brenda 6 muajsh, po si shkojnë rrjedhat, me thonë, si është kërkesa nga vetë elektorati, nga vetë shqiptarët, ndoshta edhe më shpejt. Shkoja për të bërë pauzën e parë për reklama, kthehemi pjesën e dytë të bisedës me mysafirët në studio. Mysafirët e mi, thatë se qëllimi kryesor dhe një gjë që nuk është arritur në 20 dhe sa vite këtu në Maqedoni është mos unifikimi i faktorit politik shqiptar dhe ju e keni si synim këtë gjë tani. Duke pas parasysh se edhe Rufi Osmani e kishte ndoshta këtë si qëllim, mirë po e kishte një tentativë të pasuksesshme bashkëpunimit me Menduthaçin. Sa mendoni se tani janë krijuar kushte për një bashkëpunim të tillë? Keni filluar bisedoni qoftë me lëvizjet e reja? Zjadin Sela gjithashtu ka një lëvizje të re që tenton ta aktivizoj. Ju jeni 3, Besa është këtu. Keni filluar në një bisedë mes vete për në një unifikim për momentin, duke pas parasysh se sigurisht subjektet më të mëdha politike sillen në atë formë në cilën sillen dhe nuk kanë shprehur deri tani qoftë dëshirë për në një bashkëpunim me subjektet më të vogla. Muhamet, thjesht Rinjnia Demokratike Kombëtare ka qenë shumë e interesuar për unifikimin e faktorit politik shqiptar dhe ne kena dalë disa herë me këtë ide, mos them se është origjinale, por them se kemi tentuar disa herë dhe tentimi i parë ishte pikrisht me PDSH-n, edhe pse 6 muaj na lutën që të bëjmë një takim të kësaj natyre. Ju them të drejtën, unë personalisht duke e njohur Rufi Osmanin nuk e kam besuar se do të bëne një tentativë të kësaj natyre për të bashkëpunuar, duke e ditë historikun se çfarë ka ndodhur, por thjesht për hir të kauzës, për hir të gjithë asaj që duhet bëjmë ne si shqiptar, thjesht u gëlltit e gjitha ajo me qëllim që të ecim përpara. Do thotë edhe pas lutjes 6 muaj thjesht u bëi takim dhe menjëherë dështoi i njëjti takim nga po i njëjti njeri. Më pas ka pas edhe 2 tentativa të kësaj natyre.
Në 2013 thjesht pas rrethit të parë zgjedhor, Rufi Osmani në preskonferencë doli dhe tha që do të përkrahi opozitën shqiptare në të gjitha komunat ku garonte PDSH-ja asaj kohe dhe sërish kjo parti nuk e bëni të njëjtën gjë ndaj RDK-s në Gostivar. E njëjta gjë u munduar sërish të bëhet edhe në vitin 2014, zgjedhjet e fundit parlamentare, dhe sërish nëpërmes ju kujtohet zgjedhjen Selës, sërish dështoi e njëjta gjë për shkak se thjesht urdhri i menduit ishte që një farë maniere mos të bashkëpunohet sërish. Për ne kjo kaptin ka mbill, është e mbyllur dhe tash kemi lëvizje të reja në skenë. Ajo është lëvizja Besa, gjithashtu është lëvizja për reformën PDSH të zgjedhjen Selës. Ne si RDK sërish kemi të njëjtin synim dhe deri tani kemi pas kontakte, por t'ju them të drejtën, ne nuk dëshirojmë që të mirena me komunikata dhe nëpërmes mediumeve të përcjellim këtë gjë, thjesht ne do të takohemi sërish për të unifikuar një herë përgjithmonë faktorin politik shqiptar. Dhe unë besoj se është një nismë shumë e mbarë, shumë e mirë me këto tre subjekte, pse jo të na bashkangjiten edhe organizata tjera jo qeveritare që tash kohëve të fundit po plasohet më të madhe nga analistë të ndryshëm që të duhet edhe OJQ-ja, do thotë thjesht ne jemi të interesuar një herë përgjithmonë të bashkohemi si opozitë e fuqishme, pakta njerëz që i përmenda më herët, besoj se jemi tre njerëz të ri, ndoshta paraqiten edhe shumë tjerë dhe organizata tjera jo qeveritare, po pse jo edhe njerëz tjerë të rëndomtë dhe profesor, thjesht kohët janë shumë serioze dhe nuk kemi kohë as për qesh, kemi kohë vetëm për qajt, po të duhet me sakrificë të madhe. Thjesht të sakrifikojmë gjithat që kemi arrit ne si bagazh, qoftë akademik, qoftë politik, thjesht të duhet edhe intelektualet në përgjithësi të dalin në sipërfaqe, mos friksohen, për shkak se bëhet fjalë për të mirën e fëmijëve tanë dhe fëmijëve të atyre që një farë mënyre të lëmë një të ardhme më të mirë për fëmijët. Thjesht të duhet një herë përgjithmonë ta tejkalojmë veten tonë dhe ne si RDK jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Besën, me lëvizjen për reformën e PDSH të zgjedhjen Selës, çdo organizatë tjetër jo qeveritare, të gjithë intelektualët që kanë dëshirë të japin kontributin e tyre, qoftë në mënyrë direkte, qoftë në mënyrë indirekte, një herë përgjithmonë për të qenë një opozitë e fuqishme e bashkuar, ne jemi të gatshëm dhe që nesër të takohemi si komisione që në farë mënyre pa marrë parasysh a kemi zgjedhjet e parakohshme, nuk kemi, ne duhet një farë mënyre të koordinojmë punët që tani. Dhe unë besoj se në moment kur do zyrtarizohet edhe lëvizja Besa si subjekt juridik, po edhe lëvizja për reforma e PDSH-s të zgjedhjen Selës, kur do të zyrtarizohen si subjekt juridik, nuk ka asnjë problem të ulemi dhe të bashkëbisedojmë dhe besoj se të gjejmë gjuhë të përbashkët pa kurrë problemi. Ju jeni të gatshëm, keni menduar në këtë drejtim për unifikimin e subjekteve politike shqiptare, për bashkimin e tyre ose bashkëpunimin më të ngushtë tyre në me synim të realizimit të asaj që janë kërkesat e juaj? Patjetër, problemet e shqiptarëve të Maqedonisë janë aq komplekse që jo vetëm një parti politike, po është domethënë shumë problematike nëse edhe të jemi të bashkuar për të zgjedhur në afat pak më të shkurt kohor. Dhe ne këtë e kemi provu edhe me veprimet tona të deritanishme, e përmenda më herët si pasojë e një komunikimi shumë të ngjeshur me të gjithë faktorët politik dhe shoqëror në Maqedoni, erdhi edhe ky këshill iniciativ i lëvizjes Besa. Do thënë ne kemi komunikuar me të gjithë partitë politike aktuale, jashtë atyre të cilët ne vlerësojmë se nuk ka nevojë të bashkëpunojmë, të komunikojmë në këtë fazë, që janë partia në pushtet dhe e tjetra që në një mënyrë edhe ajo është në pushtet, me të gjithë subjekte tjera të cilat kemi komunikuar edhe me partitë të cilat nuk janë edhe aq aktive në skenën politike, por duhet të theksoj se ajo që na pret në këtë fazë, neve si lëvizje Besa, po edhe besoj edhe atë që e përmendi edhe Veseli se në kuadër të RDK-s, edhe zotri Selen, është që ne të formsohemi si lëvizje, të formsohemi si subjekte të cilat do të arrim, më thënë, një strukturë të gjerë në terren, të arrim të krijojmë një identitet tonin dhe si fazë tjetër pastaj kur do vi momenti ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me çdo subjekt i cili para së gjithës dhe mbi të gjitha e ka interesin e shqiptarëve të Maqedonisë.
subjekte të cilat, ashtu si edhe individ, po edhe subjekte të cilat nuk kanë hipoteka, me të cilat ata janë të kapur nga dikush. Prandaj, por këtu gjithashtu duhet të theksoj se atë që është besoj sinim edhe i subjekteve të tjera. Ne oferta e parë do të jetë oferta jon e lëvizjes Besa tek elektorati jon, tek votuesit shqiptar, tek shqiptarët. Ne do të tentojmë që së pari të etablohemi si një subjekt serioz tek shqiptarët. Ne vlerësojmë se kemi një ofertë e cila do t'i zgjidh problemet e shqiptarëve në Maqedoni, por patjetër që kur do të vi momenti, nëse e shohim të arsyeshme se duhet të bashkëpunojmë me të gjithë, ne do të bashkëpunojmë. Ne thash e kemi tregu këtë edhe me vepër që vazhdimisht kemi qenë në kontakte, edhe më tutje do të jemi kontakte, ne do të jemi jashtë hireve tona personale, dikush për të qenë në një pozitë apo dikush me dikant nëse ka ndonjë inat. Para së gjithash ne do të vendojmë interesin e shqiptarëve të Maqedonisë dhe në këtë drejtim nëse edhe subjekte tjera që siç u përmend ka interesim të bashkëpunojnë, nëse edhe subjekte tjera kanë këto parime që mbi të gjitha të jetë interesi i shqiptarëve të Maqedonisë, mendoj se do të jetë shumë lehtë një bashkëpunim dhe një bashkëgjysim i aktiviteteve tona si subjekte politike. Çka nuk kanë realizuar shqiptarët të Maqedonisë dhe çka nuk ju kanë realizuar subjektet që kanë përfaqësuar ata deri tani? Po, dhe ju do ta kishit bërë më ndryshe. Atë të cilën gjithë shqiptarët e Maqedonisë ndjejnë, shqiptarët e Maqedonisë sot janë më keq se para 2001-shit. Dhe është një pyetje që çdo kush e bën, gjithandej ne ka kemi qenë në kontakt edhe me njerëz të cilët kanë themi një pozitë në jetën shoqërore, po edhe me qytetarë të thjeshtë, me qytetarë me bujqe, me zanaçie dhe me kështu me radhë, të gjithë e parashtrojnë një pyetje. A ishte nevojshme të bëhet lufta e 2001-shit që ne të kthehemi në një gjendje shumë më të rëndë se 2001-shi? Nuk duhet shumë të analizojmë se çka kanë arritur shqiptarët e Maqedonisë. Shqiptarët e Maqedonisë sot janë në një pozitë që disa analistë kanë përmendur se faza tjetër, nëse nuk dalin lëvizje të reja, nëse nuk ka një ofertë të mirëfillt për këta shqiptar, do të jetë ndoshta të votojnë edhe për të Partitë Maqedone. Mos vi kjo fazë, mos vi kjo gjendje e mjerueshme e shqiptarëve, ne jemi në skenë dhe ne do të jemi një zë i fortë i shqiptarëve, që shqiptarët përfundimisht të jenë popull i cili do ta marrin fatin e tyre në dorë, popull i cili do të jetë shtet formues në Maqedoni, jo vetëm përmes deklarimeve politike, por ne me aktivitetet tona, me aksionet politike, me të gjithë veprimet tona do të tregojmë se shqiptarët e Maqedonisë janë të aftë, të jenë popull shtet formues, popull i cili do t'i marrë mbi vete themi përgjegjësitë për Maqedoninë, përgjegjësitë për një Maqedoni të zhvilluar dhe evropiane, dhe ne vlerësojmë se nëse edhe subjekte tjera e kanë këtë synim, është shumë më lehtë dhe shumë më shpejt mund të arrihet kjo. Prandaj ne vlerësojmë se shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë nevojë t'u tregojmë se çka kanë arritur apo çka nuk kanë arritur, të gjithë e ndjejnë në lëkurën e tyre, përvoja e tyre edhe personale është shumë e zim t'i them, dhe ata jo rastësisht, gjithandej ne ka shkojmë në kontakte me njerëzit, shprehin një admirim për atë që ne kemi dalë në skenë, për atë që ne ofrojmë një mundësi, dhe kjo na jep vullnet se ne bashkarisht me të gjithë, duke nisur nga ata që janë aktorë në skenën politike, nga ata që cilët bëjnë opinionin publik, dhe me të gjithë qytetarët mund t'i arrijmë kësaj, por çdo njeri prej neve duhet të jetë i gatshëm të flijojë pak nga jo personale, nga jo individuale, që t'i arrijmë dhe ta zgjedhim përfundimisht problemin të cilin ballafaqohemi, që nga një popull i nënshtruar të kalojmë një popull i cili do të jetë pronar i fatit të vet. Mirë thatë në një pjesë se nëse vazhdon kështu, absolutisht elektorati shqiptar do drejtohet që votën të jape një subjekti Maqedonas. Këtu e kam parasysh dhe duhet të hapi sigurisht edhe atë temë që është shumë aktuale. Tani po e mësojmë se ndoshta edhe Luani ka elemente shqiptare, dhe nëse dikush e ka Luanin prej fillimit, këtu është VMRO-ja, dhe shqiptarët nëse vazhdohet kështu duhet të japim votën VMRO si subjekt më i fuqishëm këtu, dhe sigurisht përmes saj të realizojnë më lehtë të drejtat e tyre. Si e shihni këtë debat që është hapur? Muhamet, unë personalisht para një muaj, ndoshta edhe më tepër, në profilin tim në Facebook, në status kam shkruar kështu: nëse dëshironi të shihni se çfarë partia në pushtet ka bërë për shqiptarët, mjafton ditën e diell në orën 17:05 të shikoni emisionin e Allsat Zgjat Madorën. Për këto 23 vite, ja çka kemi arritur ne. Thjesht mjerim
në emisionin tuaj Zgjat Madorën. Kjo është përshkrimi më i mirë se çfarë është duke ndodhur në situatën tonë dhe përshkrim më të mirë se fjalimi i Fannolit në 1924 në Parlamentin Shqiptar, sot e kësaj dite ato fjalë janë shumë të vërteta. Se tek shqiptarët thjesht ka anarki fetare, anarki sociale, anarki morale, anarki patriotike, anarki të idealizmit. Krejt këto që janë thënë në 24, sot e kësaj dite ende janë të vërteta dhe të sakta. Ne kemi anarki totale. Kjo anarki totale është edhe me debatën e fundit me punën e STEM-s. Në vend që të dilet në publik dhe të thuhet, o burra, thjesht nuk kemi takat, nuk kemi fuqi të ndërpresim në këtë punë, buhet budallëku alama i madh duke tentuar të na binsin se Luani qenka shqiptar. Thjesht nuk e di çka të them, po ju jap një ilustrim. Në Gostivar, nga Qendra për Komunikim me BDI-s, të gjithë aktivistëve u është dërguar një mesazh që të mbrohet me çdo kusht tentativa se Luani ka edhe elemente shqiptare. Do të thotë, ose duhet të jesh i çmendur, ose ju në profilin tuaj në Facebook e keni shkruar se thjesht nëse bishtin të kap dera e kje shumë vështirë. Bilalli e përmendën si punë hipotekë. Do thotë, ose bëhet fjalë për një hipotekë aq të madhe që edhe ju dhe ne edhe publiku në përgjithësi nuk e dinë, se përndryshe të dalish të mbrësh, të thuash se Luani paska elemente shqiptare, është të çmenduri. Çka kena bua ne atëherë gjithë këto shekuj që vetëm shqiponjën dikrenare kemi pas. Krejt historianët edhe në emisionet tuaja kanë treguar shumë qartë se Luani s'ka asnjë element shqiptar. Disa analistë dhe historianë që e kanë shit veten e vete dhe dalin një farmanire të si puna e Plum Xhufi dhe shumë historianë tjerë që thuan se Luani paska edhe elemente shqiptare. Thjesht dhe duhet dilet në sipërfaqe dhe të thuhet më mirë. Besoj që popullatët të pranoni më mirë se nuk kemi fuqi të stopojmë këtë punë. Më e ndershme është kjo dhe popullatët të kuptone se sa të dalish ala më tepër të vazhdojsh këtë budallaki dhe të thuaj se Luani ka elemente shqiptare. Unë besoj se kjo është kulminacioni i gjithë kësaj çmendurie për këto 13 vite që na ndodh neve shqiptarëve këtu në Maqedoni. Mendoj se nuk është e rastësishme as momenti as hapja e temës së Luanit, së temës së Maqedonisë. E përmenda më herët, Maqedonia gjendet para një sfide shumë të rëndë, para një situate shumë të rëndë edhe shoqërore, më të gjerë shoqërore, edhe ekonomike. Siç duket edhe partia në pushtet tek Maqedonët është në një situatë të cilën nuk ka një zgjidhje konkrete dhe të qëndrueshme për Maqedoninë dhe hapin tema të tilla, të cilat në një farmënire lideri partisë shqiptare në pushtet para disa ditëve para se dilet me Luanin e paralajmëroi se ndoshta do duhet të dalim me oferta të cilat janë jashtë programeve të tona politike. Ne vlerësojmë se problemi i STEM-s ka të bëjë me atë se është faza përfundimtare kur VMRO-ja tenton të bëjë bashkëdyzimin e shtetit me partinë. Ndoshta do t'ja kishte zili edhe Partia Komuniste para viteve të 90-ta që nuk i arriti të bëjë një themi ashtu ngjizje të partisë me shtetin edhe pse ishte një parti e vetme në pushtet dhe përmes partisë shqiptare tani VMRO-ja i arrin që këtë ta bëjë. Me thonë arrin të identifikoj Maqedoninë jo më me popullin Maqedonas, po arrin të identifikoj me VMRO-n. Nuk duhet të hyjë në diskutime themi shkencore se çka ka qenë Luani dhe a ka qenë në disa periudha para kombëtare shqiptare, pas do të thonë edhe para rilindjes kombëtare, disa qytete e kanë përdorur, nuk e kanë përdorur. Ne jemi shumë të vetëdijshëm si shqiptarë se simboli i cili identifikon shqiptarët është shqiponja dikrenare me të cilën është marrë, domethënë që nga periudha e Skënderbeut dhe këtu asnjë shqiptar, asnjë fëmijë, edhe djalin tim 6 vjeçar po ta pyesi se ai nuk e ka këtë dilemë, din cili është flamuri i shqiptarëve, cili është simboli i cili identifikon shqiptarët. Mendoj se jo rastësisht partia në pushtet e Maqedonit VMRO-ja hap temën
e Luanit sepse ata janë në një situatë që nuk kanë më përgjigje për probleme shoqërore me cilat ballafaqohen dhe do të tentojnë me stilin e vjetër që në këto momente kritike, sa më kritik të jetë momenti, aq më tema të nxehta të hapin që të vazhdojë ai ballafaqimi shqiptaro-maqedon dhe të gjithmonë të tërhiqet, domethënë vëmendja e opinionit se nuk është problemi se ne vdesim për bukë siç u përmend çdo ditë, se çdo ditë vobeksia rritet, po problemi se tash hajde duhet ta zgjedhim edhe çështjen e stemës që për mua është një luks të cilin ne nuk guxojmë këtë fazë ta diskutojmë, edhe pse ne si Lëvizje Besa vlerësojmë se të gjithë simbolet të cilat identifikojnë Maqedoninë si shtet me etnitetin maqedon duhet të rishqyrtohen në atë konceptin ton politik për Maqedoninë. Ne vlerësojmë se këto duhet të bëhen në një debat gjithë përfshirës, ku do të përfshihen jo vetëm maqedonët dhe shqiptarët, por të gjithë qytetarët e Maqedonisë dhe ne përfundimisht ta ndajmë shtetin nga etnitetet e ndryshme këtu në Maqedoni, edhe maqedonët edhe shqiptarët, shteti të jetë i barabartë për të gjithë etnitetet, mos jetë shtet identifikuar, mos jetë pronë vetëm me një kombi. Në këtë mënyrë, jo ne që e ndajmë, por në këtë mënyrë ne shtetin e bëjmë jo pronë të një kombi të maqedonasve në këtë rast, po e bëjmë pronë të një partie politike. Çka nëse nesër vjen një parti tjetër dhe ndron stemën edhe bën simbolin e asaj partie, bën stem partijake. Kështu që vlerësojmë se nuk ka të bëjë kjo me interesin e popullit Maqedonas, po kjo ka të bëjë me atë se partia Maqedone në pushtet nuk ka përgjigje për problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët e Maqedonisë. Është koha për të bërë pauzën e dytë për reklamë, dhe kthehemi pjesën e tretë dhe të fundit debatit tonë sonte në studio. Kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit të debatit tonë të sonte në studio. Çfarë pret Maqedoninë në këtë periudhë? Jemi në një situatë delikate, e thatë. Moment kështu, për 23 vite të pluralizmit në Maqedoni, deri më tani asnjë nga këto lider politik, them kështu, mos them edhe oligark, nuk e kanë paguar çmimin e të bërit politik deri më tani. Nëse mirët kret ish Republikat Jugoslave, deri më tani e kanë paguar çmimin, duke startuar nga Slovenia, që menjëherë mbas pavarësimit të Slovenisë, menjëherë dolën në sipërfaqe të gjithë spionët e Slovenisë të atëhershme dhe e rregulluan ato menjëherë në fillim sa u pavarësu Slovenia. E njëjta gjë deri diku e rregulloi edhe Kroacia. Bosna, që është për çudi, e rregulloi të njëjtën punë duke nxjerrë një libër që njihet si Zelena knjiga, një libër i gjelbërt ku deri aty u shënuan të gjithë spionët e Bosnës dhe besoni rreth 80% të atyre ishin krejt hoxhallar. Dhe për një periudhë shumë të shkurtë e eliminohen nga shitja atë libër, që në farë mënyrë se diskreditoi e tërë besia fetare islame në Bosnë. Deri diku edhe Serbia, duke u marrë me këto kriminal, me bandat, me mafian, e ka rregulluar edhe këtë punë, edhe çështje. Malizi e ka rregulluar këtë çështje. Maqedonia dhe Kosova ka mbet ende për 23 vite, askush nga këto politikan nuk ka paguar çmimin. Unë besoj se këto momentet e fundit që i shohim në burgosje, këndej, andej, besoj që është momenti i fundit ku një farë mënyrë duhet fillohet gradualisht që dikush të paguhet çmimin e të bërit politik për 23 vite. Maqedonia do duhet njëherë për gjithmonë të rregullohet si shtet juridik. Një shtet me 10 milion banor, mos jetë në gjendje të rregullone gjithçka që është brenda, është e përçuti. Thjesht nuk bëhet fjalë për një shtet 80 milionësh, 50 milionësh, bëhet fjalë për një shtet 10 milionësh. Por çfarë i mungon Maqedonisë për të bërë një Zvicër, për të bërë një Singapur, për të bërë një shtet i fuqishëm? 10 milion popullat. Thjesht nuk u bë për shkak se nuk e ka pastruar historinë e vet. Dhe unë besoj që shumë shpejt do të vijë ku këtë këta njerëz do të paguajnë çmimin. Njëherë për gjithmonë do duhet të rregullohet këtu sundimi i ligjit, do duhet gjykatat të rregullohen njëherë për gjithmonë. Thjesht këto ende nuk ekzistojnë këtu ke ne, edhe pse Maqedonia feston 23 vjetorin e pavarësisë. Është e pamundshme kjo të ndodhe dhe sot e kësaj dite shumica e njerëzve thonë se jetojmë në një shtet diktatorial, jetojmë në një shtet këshune, askush nuk pjetën. Ambasadori i Amerikës Wollers ka qenë emisionin tuaj dhe shumë qartë tregoi edhe në atë emision edhe më herët në paraqitjet e tij publike se çfarë është duke ndodhur në Maqedoni, me shtetin juridik, me gjykatat, me monstrat e kështu me radhë. Mos flas për korrupsionin
Unë mendoj që vitin që vjen, 2015, dhe të jetë vit vendimtar për Maqedoninë, për njëherë për gjithmonë për të rregulluar këtë çështje, që njerëzit që janë marrë me politikë, kanë punu si kanë punu dhe duhet të paguajnë çmimin. Unë pres që të ndodhin trazira të mëdha, pres që të bëhet ala më keq se si jemi tash në këtë situatë, se thjesht për të rregulluar një çështje, dhe duhet bëhet më keq për të bërë më mirë. Këtë e thot edhe shkenca, krejt shkencëtarët thonë që kemi nxemje globale, por askush nuk ndërmerr diçka. Në moment që ndodhen një tsunami ose një tërmet, atëherë fillojnë të marrin masa. Edhe ne këtu duhet ndodhe një tsunami, duhet ndodhe një tërmet i fuqishëm që të mund të mobilizohen ne, që në farë mënyrë njëherë për gjithmonë të rregullohet. Thjesht Maqedonia dhe duhet ta tejkalon veten e vete, që në farë mënyrë njëherë për gjithmonë të rregullon këtë çështje, për shkak se për 23 vite askush nuk e ka rregulluar këtë çështje dhe askush nuk e ka paguar çmimin. Thjesht këta njerëz duhet të paguajnë çmimin e të bërit politik për këto 23 vite. Jo, si janë sfidat? Shumë e qartë, kemi dy rrugë. O falimentim total, në të cilin jemi nis, e përmenda dhe më herët të punën e Humnerës, ose do të reflektojmë ne si shoqëri dhe do të shohim se jemi nis në një rrugë pakthim, në një rrugë e cila është shkatrimi jon total si shtet, edhe si shoqëri, edhe si etnitetet të cilat jetojmë këtu, dhe ky reflektim mendoj se për herë të parë do të nisë nga shqiptarët, edhe ky reflektim do të jetë është momenti i fundit që ta pranojmë si të tillë. Mendoj se shqiptarët përmes lëvizjes Besa, po edhe iniciativave të tjera, do të ofrojnë një model i cili do ta nxjerrë Maqedoninë nga kjo situatë. Unë kam shpresë se edhe te Maqedonët, edhe te Maqedonasit, edhe te entitetet tjera do të ketë lëvizje të reja. Nuk është me rëndësi a do të jetë opozita ajo të cila do të reflektojë, sepse ende nuk shohim ndonjë organizim, ndonjë reflektim të mirëfillt tek opozita maqedonase, ose edhe partia në pushtet, do dalin struktura të reja, do dalin njerëz të rinj, do ta shohin, do ta vlerësojnë se situata është vërtet kritike, sepse mbi të gjitha ato i kanë informatat burimore se ku qëndron shteti dhe në cilën rrugë jemi duke ecur, dhe nëse këto forca të reja progresive, forca me vullnet të mirë për ta ndryshuar gjendjen në cilën gjendemi, sa më parë që të dalin në skenë, sa më parë që ta pranojnë sfidën shoqërore me të cilën ne ballafaqohemi, mendoj se do të jetë më mirë dhe zgjidhja do të jetë më pak e dhimbshme. Përndryshe, nëse vazhdojmë, nëse popullata edhe më tutje jeton në një gjendje amullie ku vazhdimisht kritikojmë pozita se nuk jemi në një gjendje të mirë, se jemi para një kolapsi ekonomik, po edhe shoqëror, dhe vazhdimisht votojmë të njëjtat subjekte politike, mendoj se do të vi momenti kritik, i cili nuk do të ketë më rrugë, moment për të kthyer mbrapa. Prandaj vlerësojmë se edhe te maqedonasit do të ketë një reflektim të tillë, është i patjetërsueshëm të ketë një reflektim të tillë, sepse ato vlerësojmë se kanë elita intelektuale të cilat e shohin me sy më kritik situatën në cilën gjendemi, dhe kjo do të jetë ajo faza kritike ku ne si shtet bashkërisht me faktorin ndërkombëtar, bashkërisht me miqtë tanë, veçanërisht që vijnë nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo do të jetë ajo forca progresive që Maqedoninë do ta nxjerrë nga ky qorsokak siç është. Por nuk është e lehtë kjo situatë, sepse aq thellë e ka futur eshaloni politik aktual Maqedoninë në krizë, saqë do të jetë rënd, po të ketë një program, ndoshta i duhet Maqedonisë një program Marshall si ka qenë për Evropën para luftës së dytë botërore, dhe një program ku të gjithë forcat shoqërore do të bashkohen që në një periudhë spaku 10 vjeçare ta rikthejmë gjendjen aty ku kemi qenë para 10 viteve. Prandaj vlerësoj se detyrimisht ne kemi këto dy rrugë. O të vazhdojmë në rrugë drejt Humnerës, ose të ndalemi për një moment, të përgatitim një marrëveshje të re shoqërore, edhe etnike, po edhe mes shqiptarëve, maqedonëve dhe të gjithë të tjerëve, dhe bashkarisht të vendosim që të sakrifikojmë edhe si individ, edhe si grupe shoqërore, që të kthejmë Maqedoninë në rrugë aty ku duhet, në rrugë e cila do të na bëj popull të barabartë me popujt tjerë të Bashkimit Evropian. Deri tani vështirë ka qenë për të krijuar masë kritike, për dalë për protestu për ndonjë gjë, çdo herë ka pasur protesta tjera që i ka organizuar vetë pushteti. A është dritë në fund të tunelit
kjo që u organizuan studentët, qofshin shqiptarë, qofshin maqedonës, bashkë në mënyrë masive dalin dhe të shprehin qëndrimin e tyre kundër një politike të këtij pushteti. Muhamet, studentët nuk dolën që të jenë kundër kësaj politike, studentët dolën në protesta dhe besoj që do të vazhdojnë të dalin në protesta për të mbrojtur interesin e studentëve që kanë të bëjnë me reformat në arsim. Thjesht reformat që propozohen tani në arsim janë, se di, tragjikomike, mund të ta quaja, për shkak se problemi është shumë më afatgjatë se sa ajo që ndodhen tani. Problemi starton me disperzimin e fakulteteve, departamenteve, programeve studimore në çdo qytet të Maqedonisë. Nëse krijon ti kësi lloj disperzimi dhe fakultete, me automatizëm do të kesh një numër të madh të studentëve. Ja mbram për shembull, rektori i Universitetit të Tetovës, Vullnet Ahmeti, theksoi se UT-ja posedon për momentin ka 17.000 studentë. Unë do të quaja që ka më tepër se aq, bile mrejnë numrin deri në 20.000. UT-ja dikur kur kam qenë unë si profesor aty ka pas 8.000 studentë. Po supozojmë që ka tani më pak se ka Aramje, 20 plus 6 bën 26.000 studentë. Mos flasi se sa student ka universitetet private, duke e përfshi fonin, duke e përfshi edhe Universitetin Ndërkombëtar të Strugës. Flasi për universitetet shqiptare, nuk flasi për universitetet të Maqedonës. Ki numër kaq i madh, prej 25.000 deri në 30.000 veta njerëz, studentë, që për 4 vite, apo 5 vite, apo 6 vite kërkojnë vendet punës, tash tentohet që në farë mënyrë të krijohen reforma, duke kriju obstruksione më të mëdha, filtrime më të mëdha, që në farë mënyrë kjo qeveri të bleje në kohë se çka të bëne me këta njerëz. Duke startuar me akademinë për profesor, tash do fillojnë profesorët marrin licencë. Mund të përmendoni një profesor 20 vite, 30 vite ligjeron, tash duhet shkone në dhe prapë në fakultet duhet marrë licencë, duhet marrë. Thjesht tentohet që të kontrollohet apo të centralizohet alamët e për arsimi fillor, i mesëm dhe superior në Maqedoni. Pse? Për shkak se tash kanë aq shumë student, 30.000, dhe ato 30.000 student çdo ditë shkojnë në derën e këtij partive politike dhe kërkojnë vendet punës. Bile të them të drejtën, nuk e di, aq shumë insistohet për Bashkimin Evropian që ndonjëherë filloi të dishoj se ndoshta qëllimi është që krejt të 30.000 të ikin shkojnë ka Evropë që mos ketë asnjë njerëz për t'i punësuar këtu. Thjesht strategjia ka qenë e gabuar në disperzimin e këtyre njerëzve, e këtyre studentëve. 30 deri në 30.000. Dhe sot kemi kësi lloj reforma që shpejtësia e reformave që propozohen janë aq të shpejtë se sunimërim ti kuptojmë njërin e leje më të tjetrën më një herë. Të nesërmen pason tjetra, bile arroganca që tregon ministri i arsimit për këtë punë, mos të ulet fare të bisedoni me studentët është çmenduri. Thjesht qëllimi i studentëve është për interesat e studentëve, jo për politikën. Mirë po, dhash Zoti që kjo të jetë hapi i parë, që në farë mënyrë njerëzit mos friksohen dhe të dalin, të kemi një masë kritike, të kritikojnë jo vetëm për arsim, po të kritikojnë për gjithë politikat degraduese e gabuara që sillen deri tani. Si ishin këto protestë të studentëve? Është një augur i mirë, sepse studentët kanë ndryshuar pushtete edhe më diktatoriale se kjo që është tani, dhe këtë mendoj se kanë parandje partitë në pushtet, jo rastësisht dolën me stemën, me Luanin, që ishte një çmenduri, ashtu është edhe komentuar, dhe mendoj se konform asaj se nuk kanë, partitë në pushtete nuk kanë një ofertë e cila do të na nxjerrë nga kjo situatë. Këtu do të ndaj me ti një muhabet, një bisedë që e bëjmë ne me shok, vazhdimisht duke u marrë me problemet e shqiptarëve, me problemet politike. Unë disa herë edhe me shaka kam thënë, më jepni resurset e nevojshme dhe për një vit çfarëdo lloj subjekti politik unë e bie në pushtet. Por nuk ka çështja me ardh në pushtet. Ajo më mirë që e tregon se një parti politike ka ardhur në pushtet, po jo për të qeverisur me shtetin dhe jo për të qenë në shërbim të popullit, po thjesht për të marrë pushtetin dhe për të kesh përdor pozita shtetërore, për të kesh përdor resurset publike, është rasti vëmëros. Thjesht ata erdhën në pushtet për të vjedhur, për të marrë gjithçka nga Maqedonia si shtet, për të bërë rast eklatant është Shkupi 2014, kur gjithçka është për
ashtu është konstruuar për të marrë, për të vjedhë, thjesht kemi të bëjmë me njerëz që janë kleptoman, janë hajdut në esencën e tyre, dhe nuk është thjesht çështja për të ardhur në pushtet. Është çështja se a ke zgjidhje, a ke model, a ke projekt Maqedoninë dhe të gjithë qytetarët e saj ti dërgojsh aty ku duhet, në një shtet i barabartë me shtetet tjera të Bashkimit Evropian, duke mos e pasur një strategji afatgjate. Ne ende nuk kemi strategji afatgjate të zhvillimit ekonomik. Maqedonia 20 vite të tranzicionit, 20 vite pas daljes nga sistemi monist, ende nuk kemi një strategji afatgjate të sistemit të zhvillimit ekonomik, të cilën duhet detyrimisht ta implementojnë pa marrë parasysh cila parti vjen në pushtet. VMRO-ja është një rast eklatant se si ata shfrytëzojnë mënyrat më të perfide të PR-it që të vinë në pushtet, të vjedhin dhe tash mendoj se kërkojnë rrugdalje se si të ikin dhe mos përgjigjen atë që e tha edhe Veseli, se si mos përgjigjen ashtu si janë përgjigjur edhe në Kroaci dhe në vende tjera të themi të këtu rrethit më të afërt. Prandaj mendoj se puna me studentët është fillimi i fundit të këtij sistemi. Jemi krejt në fund, duhet t'ju pyes pasi që rrethanat dhe këto që po i shohim si zhvillime, do mos në ashtu të mendojmë dhe ata që jemi në rrjedha ta shohim se definitivisht 2015 mund të jetë edhe viti i zgjedhjeve. Jeni të gatshëm për zgjedhjet parakoshme parlamentare? Ne si RDK jemi të gatshëm, thjesht ne ekzistojmë gati 4 vite bëhet dhe kemi struktura në gjithë Maqedoninë. Dhe nëse paraqitin zgjedhjet e parakoshme dhe këtë shenjat çojnë në atë drejtim, dhe ne jemi të përgatitur dhe do të marrim pjesë në zgjedhjet. Ne do të marrim pjesë në zgjedhje vetëm nëse formohet një qeveri teknike, nëse zgjedhjet i organizon kjo qeveri që organizohet deri tani që i ka organizuar për 13 vite, gjasat janë reale që nuk ja vlen të mirret pjesë në ato zgjedhje që do të organizohen. Ne do të marrim pjesë vetëm nëse formohet një qeveri teknike, që jemi një parti avangarde që e ka nxjerrë në sipërfaqe këtë ide të qeverisë teknike dhe organizohen zgjedhjet demokratike. Përndryshe, nuk ja vlen të marrësh pjesë në zgjedhje. Por shkak se çka kanë bërë deri tani, sërish do ta bëjnë të njëjtën gjë. Maqineria që ekziston edhe te VMRO-ja, edhe te BDI-ja, për sa i përket manipulimit zgjedhor, thjesht nuk ja vlen të marrësh pjesë. Ne do të marrim pjesë dhe jemi të përgatitur për çdo zgjedhje që në farë mënyrë i organizon dikush tjetër zgjedhjet dhe jo ki pushtet që i ka organizuar deri tani. Ju keni pas periudhë 6 muajore tani duke menduar që më shpejt të organizoni kongresin dhe të bëni strukturën tuaj, a do thotë kjo se edhe ju jeni në pritje të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare se 2015 mund të jetë viti i zgjedhur? Për ne si Lëvizje Besa nuk është çështje kryesore nuk janë zgjedhje dhe nuk është ardhja në pushtet. Për ne mbi të gjitha është oferta e cila do të nxjerrë Maqedoninë, po shqiptarët në veçanti do të nxjerrë nga kiqi orsokat që janë. Patjetër se si subjekt politik që nga momenti kur do të regjistrohemi, ne do të marrim pjesë në zgjedhjet e para të cilat do të jem, sepse i vetmi mekanizëm më i sigurt për realizimin e projekteve politike është pushteti, por ne vlerësojmë se ka edhe mundësi të tjera të cilët i jep aktivizimi shoqëror përmes aksioneve të ndryshme politike të cilat ne do t'i ndërmarrim para së gjithashtu që ta ngrem vetdijen e shqiptarëve, që ta ngrem vetdijen qytetare, sepse ne vlerësojmë se që në momentin e zgjedhjeve në ditën e diell kur dalin votuesit votojnë, nuk mbaron gjithçka, aty fillon dhe qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm se nuk është me rëndësi pa marrë parasysh kënde votojnë. Ata janë pjesëmarrës në atë subjekt politik, janë aksioner, si të themi, në atë subjekt politik dhe çdo aksioner duhet të interesohet për votën e vet, duhet të interesohet për aksionin e vet. Prandaj ne vlerësojmë se para së gjithashtu qytetarët duhet të vetëdijsohen se për atë subjekt politik që votojnë duhet të jenë të lirë, mos jenë me asnjë kapje, asnjë hipotek, duhet të jenë të lirë të votojnë dhe në momentin që votojnë ata duhet të dinë se janë pjesëmarrës i gjithë asaj që ndodh si pasojë e vendimeve të cilat i bien ata të cilët janë në pushtet. Prandaj ne vlerësojmë se është një mënyrë e sigurt dhe një mënyra më e mirë për zgjidhjen e problemeve të cilën gjenden qytetarët, pjesëmarrja në zgjedhje dhe futja në qeveri dhe në pushtet, por nuk mendojmë se është e vetmja mënyrë dhe ne do të vazhdojmë edhe para kësaj faze me aksionet politike, me aksionet qytetare që ta ngrejmë vetdijen e popullit dhe kur do të ngrihet vetdia e popullatës e qytetarëve shqiptarëve, mendoj se do të jetë më lehtë
edhe të vim deri te ajo zgjidhje që na nevojit. Minutat e para kanë kaluar, unë do t'ju pyes vetëm edhe një çështje juve të Besës, gjithsesi ty, shkaku se zërat para themelimit, gjatë themelimit dhe ende vazhdojnë të përhapen zëra të tillë se kush në fakt qëndron pas lëvizjes Besa. A jeni ju parti pas cilës qëndron Turqia, qëndron Erdoani, apo dhe sigurisht etiketime të ndryshme se jeni parti islamiste? Mohamed, unë pikës parë nuk vlerësoj se Erdoani është si puna e ISIS-it, është një model të cilin e do t'i frigohemi. Dhe së diti pas Besës qëndrojnë qytetarët e Maqedonisë, pas Besës qëndrojnë shqiptarët, të rinjt shqiptar me një vullnet të mirë për të ndryshuar gjendjen e vet, sepse detyrimisht dhe përfundimisht e kanë kuptuar se jemi në një gjendje të rëndë dhe janë të gatshëm të flojnë, janë të gatshëm të sakrifikojnë. Edhe në këtu do të ashtuaj edhe aspektin më të ndihshëm që ka të bëjë me këtë përkrahje, aspektin e afaristëve, biznesmenëve, të cilët kjo ka qenë ajo që e thash sa i përket edhe afateve, të cilët ndoshta edhe më herët do ta organizojmë kongresin e parë, ne i kemi qenë të habitur pozitivisht me përkrahjen të cilën na japin afaristët tanë, të cilët jo gjithmonë duke i kërkuar ne, ka pas shumë raste, të cilët ata kanë kërkuar të takohen dhe na kanë dhënë një përkrahje pa rezervë. Thjesht ta ndalim këtë situatë, ta ndalim këtë gjendje, sepse afaristët janë pjesa më e ndihshme e shoqërisë, të cilët në mënyrë më direkte e ndjejnë momentin kritik në të cilin gjeni. Prandaj, pas Besës ju garantoj të gjithë shqiptarëve të Maqedonisë se qëndrojnë çato 52 vet dhe të gjithë të tjerët të cilët janë në strukturat lokale, të gjithë shqiptarët e Maqedonisë, sepse ne vlerësojmë se vetëm ne të fortë, të bashkuar mund të bëjmë diçka. Askush nga jashtë nuk mund të ndihmojë nëse ti flen dhe ti je ashtu, më thonë, nuk je aktiv në jetën tënde. Njëherë ju falenderoj shumë që ndatë kohë, ishit bashkë me mua dhe shikuesit e televizionit Alcat sonte. Faleminderit. Ju nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë me u pafshim, shihemi të njëjtën ardhshme në të njëjtën kohë.